nuk më me thonë 100% që nuk ka eliminim, por nuk besoj. Mund të ketë ndaj mas tjetër, zbritje të çmimit përgjithshëm ose diçka kështu. Të Zor Fizi do të përmbaj mas për labinotin. Këto ditë luftë në shtëpi, sigurisht po afrohet fundit, tash kemi edhe Zarfin e Zi. Mendoj që janë të kalu do kufi në diskutimet që i kam pas këto 2 ditë, dhe kjo është pasoj pse Zarfi Zi ka hyrë në shtëpi. Nuk mendoj që ka me pas eliminim. Thua që nuk ka eliminim, pse? Pavarësisht se po konsideron luftë dhe janë të kaluar të gjitha limitet? Po zakonisht kur po ka situata që dikush po provokon, dikush po del pi kontrolle, nuk po ka eliminim. Eliminimi shkon më shumë kur ka sulm një anshëm. Prapë nuk i dihet, do më thonë nuk më me thonë 100% që nuk ka eliminim, por nuk besoj. Mund të ketë ndaj mas tjetër, zbritje të çmimit përgjithshëm ose diçka kështu, po eliminim se besoj që do të ketë, megjithatë nuk i dihet. Ajo është në dorën e vllavit madh që vendos se çfarë mase do të merr ndaj banorëve. Po ajo që ka mujë më thonë është që kryesisht Zarfi Zi do të përmbaj mas për labinotin. Për labin, thua? Po. Për shkak diskutimeve që i kam pas, për 2 arsye, mendoj. Një për thyrjen e xhamit që ja bani Benitës dhe lëndrimit, e ku pat mundësi të madhe të lëndimit, ndonjërit prej tyre, edhe në 2 për debatet në lidhur me fenë që i nxiti me Klodin, që përbën edhe shkelje të rregullave të Big Brother. Këto 2 janë. Po kjo pika tjetër, e se kemi parë realisht e këstrin e labin këto ditët e fundit që ne edhim që labi prej fillimit ka pas këtë qasin sulmuse dhe qasin ngacmuse, duke prej ndoshta edhe në pikat më të ndjeshme të banorëve edhe duke sjellë informacione nga jashtë, por e kemi parë që labi ka themi kushtimisht po e quaj, ka akuzuar Elionën që ndoshta gjyshi i tij ka ndrruar jetë si pasojë ngarkesës emocionale të shkaktuar nga ajo se çka po ndodh brenda shtëpisë, pastaj prapë në mënyrë të rthorazi i përmendi çështjet familjare të Elionës, rrëfimin, po rrëfimin, gjë që në këtë pikë ngjalli pastaj reagimin e të gjithë banorëve. Po, a di si qëndron, do më thonë banorët duan pak shumë janë ndishëm. E kanë tepru pak mëse më preken këtë pikë, mëse më preken këtë pikë. Unë mendoj që labi ka shku me lojën e vetë që ka pas prej fillimit edhe këto ditë, përveç këtëre 2 gabimeve që i përmenda, krejt tjera për mu janë krejt në kuadrë të zhvillimeve mrena. Të gjitha arsyetuan. Po sigurisht, tash nuk duhet asnjë banor aty me prit që dikush ka me pas konsiderat për ta, mëse më prek ti mund pikat ndishme, unë ka me prek pikat ndishme, se për qatë pun janë atë.